Atëherë dashur, rikthyem në studio ku, siç e seka përmes platformave online, do lidhemi sot me dizajneren Delfina Deharin, me të cilën do bisedojmë mbi koleksionin e saj, cilin prezantojnë në Albania Fashion Week dhe shumë gjëra të tjera. Përshëndetje Delfina, shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Përshëndetje Artemisa. Atëherë dashur, fillimisht na trego pak, patët tani një pasarel, një koleksion e paraqitur në Albania Fashion Week, me sa kam parë unë dhe ndëgjuar një sukses i vërtet. Na tregon pak ndoshta mbi tematikën dhe emërtimin e këtij koleksioni. Faleminderit shumë për ftesën. Këtë koleksion unë e kam përgatit para 3 viteve, kur kam qenë studente e Izecurit, dhe pastaj s'kam pasur mundësi që ta shfaq dhe më erdhi mundësia në Tiranë. Këtë koleksion e kam mendu kur kam qenë studente që të krijoj diçka nga kultura ime, nga Kërçova, dhe i kam marrë veshjet tona kombëtare që i përdorim vetëm ne, që quhen të gjatat, dhe nga aty kam marrë disa elemente që i kam përdorur tek koleksioni im, dhe që u pëlqyer shumë nga të gjithë. Kishte një emërtim si koleksioni plot? Do më thonë një përmbledhje të temës që u pat natë. Po, koleksionin e emërtova Rënjët, nga aty ku janë edhe rënjët e mia, ku jam edhe unë. Nga qyteti i bukur i Kërçovës, se ne gjersa po bisedojmë, po ashtu po ndjekim edhe pamje dhe video foto nga koleksioni yt, që gjitha duken shumë bukur. The që koleksioni ka nisur ideja që para 3 viteve. Kur të erdhi mundësia për Albania Fashion Week, ishte domethënë e kishe vendosur tashmë që ky është koleksioni që doje të prezantoje më patjetër? Ideja për në Albania Fashion Week ishte rastësisht, këtu nga puna më kanë telefonuar. Unë një herë mora si me shaka këtë shkuarjen në Tiranë, por ja që ndoli e vërtet edhe shumë e madhe, dhe e mendova që këtë koleksion që e kam përgatit para 3 viteve dhe e mbylla në dollap, mendova që ta shfaq në Tiranë edhe bëra mi që e shfaqa atje. Edhe tregova edhe kulturën e qytetit tim, Kërçovën, edhe për pyetjet që kam pasur rreth këtyre veshjeve të gjatat me si quajt, i prezantova në Tiranë. Domethënë veshjat quhen të gjatat. Apo jo, nëse po. Se edhe për neve, në përgjithësi për këtë që i sheh jo vetëm për herë të parë, por edhe si simbolika, si veshje, si materiale, si stil, si gjithçka gjithmonë mbeten fasionuese dhe interesante. Si u prit fillimisht në Albania Fashion Week? U prit shumë mirë, u prit shumë interesante nga ana e tyre. Shprehen shumë interesim të madh së pari rreth meje kush jam edhe rreth vendit tim, prej nga vi unë, pastaj edhe për koleksionin tim edhe për traditën e jonë që e kemi ne në Kërçovë. U prit shumë mirë dhe jam shumë, nuk e prita që do pritet kaq mirë atje në Tiranë, sepse unë edhe kisha haruar me thënë drejtën edhe këtë koleksion dhe çfarë kisha përgatitur kur kam qenë studente, dhe nuk e mendoja se do priteshte kaq mirë nga organizatorja që më ftoi Gentiana, po ashtu edhe nga publiku aty. Cilat ishin ato të ndoshta pyetjet më të shpeshta apo më interesante që të bën? Urdhno? Cilat ishin ato pyetjet më të shpeshta apo më interesante, komentet ndoshta që të bën apo përshtypjet që njerëzit i thanë? Inspirimi prej nga e ka marrë, pse e ka marrë, çfarë dua unë të tregoj me këtë koleksion, se më ka ardhur kujtet, pse ka marrur bashkë këtë tradit nga Kërçova, këto pyetje. Sa veshje përmbani gjithë koleksioni? Koleksioni im përmbante 17 veshje. Nga fakulteti që kam punuar, kanë qenë 25, por me përzgjedhjen e atyre mi përzgjodhen 17. Si të erdhi lajmi për Albania Fashion Week, pak a shumë si kishin dëgjuar për ty, si e prite? Kuptuam sa do pak që një herë e ke marrë me shaka, po dua të di ndoshta pak më tepër, se edhe si kanë hasur ata ndoshta në punën tënde, po edhe ti vetë si e more lajmin.
Unë me Albania Fashion Week unë njoftova nëpërmjet rrjeteve sociale në Instagram, kur ata e postuan një postim se do mbahet Albania Fashion Week edhe i ftonjën dizajnerët kush dëshiron që të marrë pjesë. Dhe unë e provova fatin dhe me njëherë Gentiana më thirri në telefon dhe filloi të interesohet për mua kush jam, ku punoj dhe çfarë bëj. Edhe kur ja tregova koleksionin tim që e kam përgatit para 3 vitesh dhe e kam të gjithën gati, asaj i pëlqej shumë. Pastaj nuk mund tesh as 5 minuta, më telefonoi prapë dhe më tha se unë isha e planuar të marr pjesë në Tiranë. Kjo ka ndodhur tash në janar. Edhe si e prite lajmin, domethënë konfirmimin e fundit. Shumë me emocion, isha shumë e lumtur, isha shumë krenare me veten se do i prezantoja vendin tim Këshovën në Tiranë. Si është, sepse e the e ceke që koleksioni paka shumë ngeli në një dollap, u mbyll para 3 viteve, për shkak të pamundësive që ta shfaqje diku siç duhet. Si është ajo ndjenja, apo si e pritet ti, si e përjetove kur më në fund e pe gjithat punë tënde duke shkëlqyer në Albania Fashion Week, Do them drejtën, një pasarel me gjitha kushtet? Fillova ta marr seriozisht me koleksionin tim, kur i shikova të gjitha punën që e kam bërë si studente, në fakt u mallëngjeva një herë sepse e kujtoja punën me profesorin Izet si kam punuar edhe për krajen e atij që e kam pasur prej fillim. Edhe u mallëngjeva dhe u emocionova, por edhe në fund isha shumë krenare me veten se si studente si kam qenë, çfarë mendimesh dhe idesh kam pasur në atë kohë. Edhe tani. Kishe se po flasim për një periudhë 3 vjeçare, besoj sa do pak ndoshta ide të stili kanë evoluar, për të mos thënë ndryshuar. Erdhi në origjinal, si që ke menduar para 3 viteve, apo pësoj ndryshim si koleksion, diçka? Njësoj origjinal koleksioni im, erdhi si e kam menduar para 3 viteve dhe ashtu e shfaqa dhe në Tiranë, pas një ndryshim. Përmendë që u përzgjodhen 17 veshje. Nga kush u përzgjodhen, dua të di pak më tepër mbi veshjet. Faktikisht se ne po shohim foto, por në përgjithësi dua të di edhe nga ty, nga vetë dizajnerja, se çfarë silove, fustane, çfarë materiale u përdorën, çfarë ngjyra, pse pikërisht bëre këto përzgjedhje. Atëherë si studente un kam koleksion me e kam fut edhe, kam mendu që ta fus edhe veshjen kosovare, duke modernizu, duke sjell në një frymë të re, më bashkohore, më estetike. Atëherë si studente kam mendu që kam përdorur aty satenin, brokatën, materiale pak më të thjeshta, në atë kohë që kam mendu. Dhe më shumë rëndësi kam kushtu 2 veshjeve që i kam bërë si nuse. Kam punu me disa gra të Këshovës që më kanë ndihmu t'i bëj ato kurorat dhe ato zbukurimet. Pastaj disa detajte atyre i kam futur edhe në veshje që i kam përdorur me saten, me krep, me brokat, e disa elemente motive. Pundore ka pasur, apo jo, përderisa po thua që dhe gratë të Këshovës, po. Pundore u bën nga ti apo nga gratë që po përmend, që ishin po ashtu ndihme jotja gjatë procesit? Domethënë nga gratë që the që të kanë ndihmuar për kurorat. Po, nga gratë e Këshovës, ato më kanë ndihmuar. Vetë ke provuar pundore? Po, kam provu, po s'është që mua më shkon puna e dorës, më shumë jam të krijoj koncept dhe koleksion. Para shumë shohim fustane, apo jo? Po. Vende mbi zotëron edhe ngjyra e zezë, nëse unë nuk po gaboj, pse Po, pikërisht kjo? kam përdorur edhe ngjyrën e zezë si ngjyrë më elegante. Pastaj kam përdorur ngjyrën e kuqe, kam përdorur brokatën tek 2 veshjet kosovare, ato 2 nuset. Përzgjedhja këtyre ngjyrave pse? Apo thjesht i pe që shkojnë më shumë? Atë ka thjesht mendimi im, nuk është që e kam mendu shumë kur kam qenë studente. Edhe nuk kam pasur edhe kohë, pastaj kur e kam marrë ta shikoj koleksionin të mendoj pse i kam zgjedh këto, por
tash kur e shikoj jam shumë e lumtur që i kam përzgjedhur. Thej që nga 25 veshje sa ishin në fillim, Po. u përzgjodhen 17, i përzgjodhe ti Po. apo i përzgjodhe dikush nga... I përzgjodhi atje organizatorët në Albania Fashion Week. Ata i përzgjodhen veshjet, cilat ju kanë pëlqyer dhe unë pastaj vetëm i shfaqem. Pastaj aty në backstage mu ndryshuan sepse përdoren unë i mora të gjitha të 25-ta. Mi ndryshuan, më thanë ti loj këto, ti marr ato qera të reja sepse i pëlqyen të gjitha të koleksionin. Sepse si koleksion, si qëceke, ka të bëj me rënjët tua, prezanton në kulturë nga qyteti i cili vjen dhe po ashtu shumë rëndësishme besoj kjo pjesa të tregohet edhe përmes artit apo modës një gjë e tillë. Mendon që do vazhdosh tutje apo do provosh të tilla koleksione përsëri ose të paktën të tilla veshje që do lidhen sadopak me aspektin apo motivet folklorike popullore ose historike? Unë brendin tim mendoj ta krijoj akoma dhe më të guximshëm, sa që e kam kriju. Do ketë koleksione të reja që do jenë dhe më të rafinuara. Po ashtu pse jo nëse njerëzve ju ka pëlqyer ideja që ti përdor edhe detajet nga tradita ime, do i fus edhe ato. Qëllimi im është të jem pjesë e skenës ndërkombëtare dhe të krijoj një identitet të fortë dhe të dallueshëm. Ashtu. Pa dalur të stili, dua di sepse përmendaj që luajnë rol normal edhe këto rrjetet sociale, eventet dhe gjithçka përmendë dëshirën për të kaluar në skenë ndërkombëtare. Sa të rëndësishme janë eventet të tilla si Albania Fashion Week për t'u lidhur apo për t'u njohur, për krijuar rrjet me dizajner dhe jo vetëm? Janë shumë të rëndësishme, për mua ka qenë shumë e rëndësishme sepse njerëzit filluan të më njohin kush jam, filluan ta njohin edhe qytetin e im, Kërçovën, filluan ta njohin dhe unë uroj që çdo dizajner të marrë pjesë në këto evente sepse ndihmon edhe shumë edhe në rritjen e personalitetit tënd, edhe në rritjen e brendit tënd, edhe në rritjen se si e mendon ti punën tënde artistike. Inspiroheni sadopak, sepse besoj veç se ke qenë pjesë kësaj jave, po ashtu inspironi edhe ndoshta nga krijimet të njëri tjetrit apo bisedimet që keni me njëri tjetrin, apo edhe ndoshta do mendojnë ndonjëherë të krijoje një bashkëpunim me ndonjë dizajner tjetër ose një brand? Po, pse jo? Unë jam e hapur edhe jam tip që dua bashkëpunime dhe jam shumë që përkrahi dizajner. Si stil, si do e përshkruaje Delfinën apo krijimet e saj ose brandin që ajo po e krijon, rrugtimin e saj? Do e përshkruaj si një delfin të guximshme, po ashtu edhe brandin tim. Me silueta, me struktura të forta, të rafinuara, me brand më femëror, të guximshëm. Do fokusohemi kryesisht si le themi si artikuj veshjesh, fokusohesh kryesisht tek fustanet apo edhe tek pjesët e tjera të rrobave apo të veshjeve? Unë fokusohem në të gjitha aspektet nëse bëhet fjalë për modë, sepse më interesojnë shumë të gjitha dhe prej atyre unë mësoj dhe e kuptoj pastaj edhe modën edhe çfarë dëshiroj unë të krijoj. Por gjithsesi kryesisht ose totalisht merremi me veshje femrore apo jo? Urdhno? Miremi apo stilojmë për femra apo jo, me sa po kuptoj? Po, për momentin po, për femra. Kemi menduar të provojmë edhe, domethënë, dizajnin për gjinin mashkullore? Po, dhe ata e kam menduar edhe jam duke punuar të krijoj edhe dizajne për gjinin mashkullore. Çfarë, para se të kalojmë në projekte të tjera dhe me çfarë aktualisht ti po mirësh, dua të di se ndoshta pak çfarë ishte më sfiduese te koleksioni që përfundove dhe prezantove të Albania Fashion Week edhe diçka që do ngeli me ty, pas kësaj eksperiencë gjatë kohë, diçka e bukur. Sfida më e madhe për mua ka qenë balancimi mes tradicionales dhe modernes, pa humbur autentitetin. Unë e kam menduar mirë në atë kohë se
çfarë bëj dhe çfarë dua të bëj dhe çfarë dua të paraqes. Ëm është shumë e lehtë të humbasësh identitetin kur e modernizon diçka kaq të rrënjosur, prandaj kam qenë shumë e kujdesshme në çdo detaj dhe çka paraqes, sepse është janë tradita që është vetëm e jona, që nuk është kopja askujt. Ëm Po, dhe luan ka peshë tek ty si Po, dizajnere që ta prezantosh në dritën më të ka mirë. peshë shumë të madhe tradita jonë. Aktualisht, Delfina, me çfarë po miremi? Aktualisht unë jam për Prishtinë për momentin dhe jam në punë, punoj tek Agnesa Vuthaj, tek brendi i saj si skicere, dizajnoj fustana. Jemi duke krijuar koleksion këtu në Prishtinë, po ashtu edhe koleksion në Katar, në Doha. Puna, le themi, si të zhvillon kjo ty, flasim në rrugtimin tënd, ose sa të ndihmon ty, besoj po ashtu edhe të dizajnosh, apo të kesh të tilla eksperienca si dizajnere, edhe për të tjerë dizajnere apo brende. Më ka ndihmu shumë këtu ardha tek Agnesa, sepse ka mësuar shumë rreth menaxhimit të biznesit, ka mësuar shumë se si krijohet një brand, po ashtu edhe qasjen mes klienteve, se çka dëshirojnë edhe çka nuk dëshirojnë, raporti mes atyre, edhe si paraqitet në një koleksion jashtë vendit, si për shembull Agnesa si që ka në Katar, në Doha, ka mësuar shumë këtu rreth këtij biznesi ku punoj unë. Është vështirë pjesa, të pyes edhe për brandin tënë, apo krijimet të tua, domethënë dizajnet të tua, është vështirë pjesa me klientë, domethënë se përmend ruajtjen e identitetit, edhe besoj edhe si dizajnere, autencitetin, stilin e juaj, po ashtu edhe bashkëpunimit apo gërshetimit me dëshirat e klientëve, apo këto modernizimit trendet e fundit. Edhe një herë? Po them, është vështirë pjesa me klientët, domethënë kuptimi i botës së njëri tjetrit, apo bashkëpunimi me ta, si brand, qoftë edhe tek ty si dizajnere dhe ruajtja e stilit tënd, po edhe, le të themi, gërshëtimi me dëshirat e klientëve, ato se çka duan ata, po edhe ato se çfarë dëshiron të japësh ti. Për mua nuk ka qenë e vështirë. Unë e kam ditë se çka do paraqes aty dhe kam qenë shumë e përgatitur edhe me qasjen me klient, të ju shpjegoj se pse kam bërë këtë. Për mua nuk ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë hera e parë, por nuk ka qenë e vështirë. Gjatë kësaj periudhe, besoj, kemi pasur projekte të tjera apo koleksione të tjera, diçka që ke punuar përveç koleksionit që prezantove në Albania Fashion Week? Unë nuk kam pasur projekte të reja, kur kam qenë studente tek Izecuri, nëpërmjet fakultetit, unë kam marrë pjesë në sfilata në Fashion Week në Shkup, por si studente e Izecurit. Kjo ka qenë hera ime e parë, që kur i kam mbaruar studimet, edhe për master, që unë marrë pjesë në Tiranë, tamam me koleksionin tim vetëm. Çfarë ke punuar, le të themi, në këtë koleksion, apo është akoma në punim? Unë këtë koleksion e kam mbaru të gjithën, tash veç po filloj të krijoj koleksion të ri, që shpejt tjere do e shihni. Mund të ndajmë sa do pak detaja, apo do na ngelet komplet surprizë? Më mirë surprizë. Çfarë mendon tutje? Për momentin e di që po punon atje si që seke tek brendi Agnesa Vuthaj, po çfarë janë planet faktikisht për Delfinën, domethënë tash e tutje, përveç koleksioneve që po punon? Je le të themi, në rrugtimin e krijimit të brendit tënd, apo jo, të forcimit të brendit, ta quajmë kështu, çfarë mund të presim nga Delfina si dizajnere? Çfarë janë planet? Një për një herë unë jam duke punu te Agnesa, po edhe tash që më doli emri në Tiranë, po mendoj të krijoj edhe brandin tim me koleksione të mia. Do jem më aktive në për evente, në për sfilata. Do marr pjesë edhe në ekspozita.
Do e mendonim hapje në një ateljeje apo ngelet të shivet? Edhe atë kam mendu, edhe mendoj së shpeti në Prishtinë ta hap lokalin tim. Mendon që ndrosh atje, të vazhdosh atje? Po, Ka ndonjë arsye për këtë apo thjesht preferencë personale? po Prishtina ju jep shumë mundësi dizajnerëve dhe për krahje të madhe, prandaj vend më mirë se në Prishtinë nuk ka. Po pse jo edhe në Tiranë? Po shpresojmë atëherë të na vish edhe këtej, ndonjëherë qoftë me koleksion apo të hapësh ndonjë pikë edhe këtej patjetër. Unë falenderoj shumë e dashur që gjete kohë dhe mundësi sot, edhe pse në punë t'jesh me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha, edhe të uroj shumë suksese tutje dhe uroj që rishihemi, takohemi sërish për biseduar mbi tjera sukseset të tuat. Faleminderit shumë Artemisa për ftesën dhe shihemi. E të dashur me kaq po përfundojmë edhe për sot duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të premten në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.